38 kg kokain, 90.000 euro kesh dhe 4 armë zjarri dhe municion luftarak janë sekuestruar në Francë, ndërsa në pranga ka rënë një 45 vjeçar me origjinë shqiptare, pjesë e një orkestre simfonike profesioniste. Dhe mediat raportojnë atje se bëhet fjalë për violinistin Bengt Bakalli. Droga u zbulua në pikën e pagesës La Tourbie mes Italisë dhe Francës në autostradën A8 gjatë kontrollit të një automjeti Citroën C5 Aircross. Kokaina e fshehur poshtë tapetit të dyshemesë së makinës peshonte 38.33 kg dhe nëse do të shitej me pakic, vlera saj do të kalonte në 1.1 milion euro. Sipas autoriteteve franceze, 45 vjeçari Bakalli, i cili nuk kishte precedent penal, ka deklaruar para gjykatës se kishte pranuar transportin kundrejt 20.000 eurove nga Shqipëria. Ai tha se kontaktet i kishte krijuar gjatë një udhëtimi në vendin e tij të origjinës. Gjatë kontrollit të banesës në Besançon, hetuesi gjetën gjithashtu 90.000 euro kesh, 4 armë zjarri dhe një sasi të konsiderueshme municionesh. Përpara ai tha se ishin dhurat nga babai, ndërsa armët i justifikoi me aktivitetin e qitjes sportive. Bakalli është muzikant me kontratë të përkohshme në Orkestrën Simfonike Victor Hugo në Francë. Ai ndodhet në paraburgim dhe do të përballet me gjyqin në 9 tetor për transportim, mbajtje, blerje dhe importim të lëndëve narkotike.